Përshëndetje, po jemi këtu me parashikimin e datës 19 maj të 2025. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për të qenë e mbar sepse ndryshimet që kanë bëjnë mundësit që na jepen tani në tutje, edhe pse javë që ka lodhje shumë, por do t'ja vlej lodhja, puna, bisedat, ndryshimet që do të kemi. Duket se pikërisht kjo ditë, që është një ditë shumë e rëndësishme, Jupiteri konfirmon një gjashtkëndësh, ku është një kënd që na ndihmon të zgjerojmë punën tonë, informacione të reja dhe të ndikimeve pozitive që kemi me personat që na rrethojnë. Përmirësojmë gjithashtu ndikimin e punës së ekonomisë. Lajme shumë të mira që vijnë në lidhje me disa dokumenta apo disa çështje që keni lënë pezo, mund bëni aplikime, sepse ka një ndikim shumë të madh dhe madje nëse ka të bëjnë me ligjin, është mundësia shumë e mirë dhe sidomos e gjithë dita por paraditja duket se është më pozitive dhe shumë madje ka të bëjnë me çështjet penale, ka të bëjnë me probleme që keni pasur në diasporë, njerëzit e juaj, të afërmit e juaj dhe do të merrni një gëzim shumë të madh nga kjo javë. Të shikoni dhe vetë do më kujtoni. Ka diçka shumë madhe, që përfitojnë shumë, madje perfekte. Pozitivisht binjakët, peshorja, ujori të 10-3 ose ata që kanë ascendente. Të kuptojmë, kanë ascendente në këto planet, domethënë në këto shenja, planetet japin mundësinë. Nuk është çështje për shembull që themi për shembull sa mund të shkoj dashje me Demin ose sa mund të shkoj shenjë të tilla, por nëse përputhen planetet, ndikimi i ascendentes dhe ngadonjëherë dhe planetet e juaja në planetet e të dashurit tuaj apo të dashurit tek e dashura juaj, pra ka një ndikim shumë të madh dhe pikërisht për këtë po flasim që ka të bëjë shumë kjo ditë dhe është një ditë shumë e rëndësishme. Dhe kjo ndodh pikërisht tani nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 17:30, shfrytëzojmë në maksimum këtë ditë, edhe pse është ditë e lodhshme, edhe pse ka shumë gjëra, por njëkohësisht është edhe një periudhë mjaft fantastike për të mbyllur problemet, çështjet që keni, një herë e mirë të shkuarën dhe të shikoni për të ardhmen, se e tashmja është e ardhmja po vjen dhe është mjaft pozitive. Për sa përket disa ndikimeve që kanë bënë ose disa takime që do keni juve tani e tutje, është dhe mundësia shumë e mirë dhe tepër pozitive, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në lidhje me gjërat e juaja ekonomike financiare, me gjërat e juaja që ka të bëjnë me një pronë, me probleme, do zgjidhet e kështu me radhë. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve që interesoni për parashikimin të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, siç e shikoni, dhe më pas shkoni tek sekretaria. Duke shkuar në sekretaria, aty pra, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube, dhe dëshironi të dëgjoni të parët, të shkoni të parët, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha, pëlqeni faqen dhe pastaj mund të dërgoni mesazh në parashikrim editore që neve shkruajmë atje nëse keni vënë re tani dhe mund të merrni edhe përgjigje dhe atje. Por sidomos kur jemi live që neve lexojmë gjitha mesazhet, do kemi edhe shërbim të ri gjithashtu me telefon direkt ku ju ndodheni në çdo Skype të botës, mund të merrni atë telefon dhe të flasim për gjëra që dëshironi. Tani pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë të shenjës së Dashit. Një ditë të mbar, javë të mbar juve të shenjës së Dashit. Do jetë e mbar se s'ka ku shkoj, sepse jeni shumë përpara për që në këtë kohë. Duket se pikërisht kjo ditë ka të bëjnë shumë me takime, me vendime, me ndryshime madhore, sepse pikërisht fillim java jep mundësi për juve në përgjithësi, ku ka të bëjnë shumë me mjaft ndikime pozitive,
dhe shumë të rëndësishme në anën tuaj. Edhe pse keni pasur disa çështje problematike, por janë të zgjidhshme dhe është koha dhe momenti tani. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me disa problematika të vogla, por janë të zgjidhshme, sidomos me akrep dhe me bricjap të dhjeticit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqenëse se demët duket se tani në këtë periudhë kanë disa ndryshime, kanë disa vendime që do të marrin, por në anën tjetër është momenti më i mirë i mundshëm sepse do zgjidhin mjaft probleme, mjaft gjëra që më përpara ishte shumë e vështirë. Por tani është shumë kollaj për sa i përket arsyes së punës, karrierës, ndryshimeve dhe mundësive. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem të dhjeticit parë, pra dem të dhjeticit parë, me ujor të dhjeticit tretë dhe me virgjëresht, është diçka shumë pozitive, madje është momenti i duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të keni. Edhe pse një udhëtim i papritur mund të ndodhi mbas dite, por është në favorin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Këtë binjakëve, për binjakët në fakt të duket se kjo periudhë është një periudhë ku shumë gjëra mund të ndryshojnë në fushën e karrierës, shumë gjëra mund të ndryshojnë në lidhje me takime dhe bisedime që do të bëni. Meqenëse juve në këtë fillim javë të mbar ju uroj, dhe është shumë e mbar për juve, sepse duke pasur parasysh përfitoni jashtëmase në ndikime të mëdha, por së shpejti nga nesër futet edhe dielli në shenjën tuaj. Kështu që i paraprini shumë gjëra dhe ndikime ndryshime pozitive në fushën e punës suaj dhe të karrierës. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të dhjeticit parë, virgjëresht të dhjeticit tretë, që është perfektja, pak vëmendje do të bëni me binjak të dhjeticit të dytë, kur është koha dhe mundësia, kur është momenti dhe e drejta për juve të kësaj shenje, ku do të keni shumë mundësira dhe mjaft gjëra pozitive në këtë aspekt. Lidhjet, arsyeja më e madhe që do të keni miqtë të kësaj shenje, duket se juve që keni pasur ndarje ose keni pasur probleme lidhje me njeriun tuaj të zemrës, duket se do të keni bashkim. Është java shumë pozitive për të soj gjëra, sidomos me peshk dhe me virgjëresht të dhjeticit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Përse përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se tani në këtë periudhë është një periudhë e mirë, një periudhë mjaft pozitive, sepse gjërat do të jenë mundësitë dhe ndryshimi i madh do të kenë tani tutje, por është një kohë shumë e përshtatshme në ekonomi, mbi stabilizimin ekonomik financiar, një kënd shumë i dobishëm në çështjet e punës dhe në çështjet praktike. Dhe kjo ka të bëjë shumë me punën tuaj, ka të bëjë shumë me karrierën tuaj dhe jo vetëm. Gjithashtu ka të bëjë me një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet e financave, të biznesit, të karrierës suaj, të lidhur shumë me karrierën, por dhe një moment shumë i mirë tani në lidhje me disa takime dhe disa ndryshime shumë të mëdha që do të kenë tani tutje, por kjo nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të dhjeticit parë, me ujor të dhjeticit tretë, është perfektja, pak vëmendje do të bëni me dash të dhjeticit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e luanit. Për sa përket luanëve, meqenëse luanët kanë shumë mundësira në fakt, dhe kanë një të drejtë madhe, po ndryshe nga që mendojnë dhe ndryshe nga që veprohet, unë them që është një moment shumë i mirë tani. Dhe pikërisht në këtë periudhë, ku gjërat do të jenë në favorin tuaj, do keni mundësi për zgjidhur çështje problematike dhe gjërat që janë në fushën e karrierës më tepër, sepse ka të bëjë shumë me karrierën, ka të bëjë shumë me disa takime që bëni tani tutje ju, dhe momentalisht jeni me shumë fat sepse gjërat do shikoni dhe vetë ku do keni ndryshime, por janë ndryshime mjaft pozitive, janë ndryshime të rëndësishme. Dhe kjo është një rëndësi e veçantë në ekonomi, në vazhdimsi, korrektësi, momente, ndryshime dhe vendime.
Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse ju shqetësoni me të drejtën tuaj që, por nuk ka vend për të shqetësuar. Dhe ky është një moment shumë i mirë, një moment pozitiv për juve. Dhe kjo periudhë do t'ju ndihmojë për të zgjidhur çështje të tilla. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të ditës shqiptar, ujor të ditës shqiptar është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo është Virgjeresha. Por sa përket Virgjereshave, tani për tani, kjo periudhë është një periudhë e artë në anën e tyre, e artë në atë çka bëhet, dhe meqense pozicioni planetar që u ndihmon jashtëmase në zhvillime, në ndryshime, në koherent me atë çka bëhet, është një mundësi shumë e mirë tani, sepse çdo periudhë ka kohën e vet, çdo periudhë ka ndryshime dhe gjërat e veta, por momenti është ai që juve ju bën të ndjeni mirë. Koha është në favorin tuaj. Momentet, ndryshimet, periudha që ndodhin fenomenet dhe gjithashtu, një nga mundësitë e arta është tani që mund të bëni diçka shumë të madhe në ekonomi, stabilizime dhe në ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me bricap duket më parë. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është peshorja. Për sa përket shenjës së peshoreve, meqense peshorët duket se tani është një mundësi mjaft e mirë, por keni disa gjëra që mund të mërziteni, por gjërat vogla do thosha unë, por ka nuk prish punë, sepse gjithmonë peshorët arrinë të duan. Është një kohë shumë e përshtatshme mbi zhvillimet dhe ndryshimet. Në lidhje me takimet që do të bëni tani tutje, janë takime mjaft pozitive, sepse kjo fillim javë ju ndihmon shumë mbi zgjidhjen e problematikave të ndryshme ose disa çështje madhore që mund të keni pasur dhe nuk janë zgjidhur, por tani vjen momenti i zgjidhjes së këtyre gjërave. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me gafore duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë akripët. Ditë të mbar, javë të mbar, akrip të dashur ju uroj. Dhe ka për qenë mjaft e mbar sepse boll vuajtët me punën e të tjerëve, boll vuajtët me çështjet problematike ekonomike. Vjen një moment tani e tutje ku çdo gjë do zgjidhet. Do zgjidhet në favorin më të mirë të mundshëm tuaj, sepse është një moment shumë pozitiv, është një moment që karriera lidhet shumë me punën, lidhet shumë me ndryshimin e madh, lidhet shumë me disa bisedime, disa vendime që mund të merret. Dhe është diçka shumë e madhe tani që bëhet, edhe është një mundësi shumë e mirë dhe e artë në atë çka do të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me ujor duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Por sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se është një mundësi shumë e mirë, dhe do keni diçka shumë të madhe juve të kësaj shenje, ku bisedimi do bën, mundësitë do t'ju jepen, korrektësia në fakt keni shumë në lidhje me punën ose diçka shumë të madhe që do të keni tani tutje në çështjet ekonomike financiare, në biznese, në karrierë, në ndryshime të mëdha që do të keni, dhe kjo bën që të jeni shumë korrekt me anën e punës suaj dhe të biznesit. Është një moment shumë i mirë në lidhje me një takim i papritur që ndodh. Dhe kjo bën që çdo gjë mund të jetë në anën tuaj dhe në çështjet e korrektësisë dhe mundësisë madhe që keni. Dhe është një ndryshe mendoni, ndryshe veproni ndonjëherë për drejtën tuaj juve e keni, por vjen një moment tani i plotësimit të dëshirës suaj dhe të mundësive të mëdha që do të keni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me virgjeresh duket të mbara, edhe pse një problem i vogël keni pasur me binjak, por i zgjidhshëm. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë bricapët. Meqense bricapët në njëra anë luftojnë për të drejtën e tyre dhe nga ana tjetër e marrin me vështirësi. Gjërat që bëhen me vështirësi bricapët e dashur, por nuk ka kthim pas. Nuk ka kthim pas sepse edhe mënyra dhe mundësia që ju jepet është e kohë shumë e mirë dhe e artë në atë çka bëhet. Realizoni një planin tuaj që keni pasur dikur dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet. Dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në ndryshimet të mëdha që keni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep, kanë të bëjnë me dash, kanë të bëjnë me gafore, është aja dhe shëja. Edhe pse me virgjeresht është një mundësi për ju që jeni të palidhur ose jeni në debate,
Shikojeni pak ndryshimin, sepse është një ndikim i mirë dhe pozitiv do ta thosha unë në anën tuaj, sepse ka një gjë që me sa duket lidhet me ekonominë dhe stabilizimin e saj, lidhet me disa vendime që mund të merrni dhe kjo është një periudhë shumë e mirë e tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, gjithashtu bashkim familjar është me te. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujore. Për sa i përket shenjës së ujorit, ujorët duket se tani në këtë periudhë është një vazhdimsi e së shkuarës në fakt, por me disa ndryshime. Ajo që nuk ju duhet, largojeni. Gjeni mënyrën takte. Ajo që ju duhet, vazhdoni në krahun tjetër për të rregulluar disa gjëra të lëna pezo, dikur, diçka të kësaj natyre. Por momenti dhe koha, periudha që ndodhin fenomenet, është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi shumë e mbarë, nëse do ta marrim në lidhje me punën, lidhje me karrierën, sepse është diçka shumë pozitive. Një moment shumë i mirë tani, sado që të jetë i vështirë, sado që juve keni pasur çështje të pasgjidhura në mënyra të ndryshme, po vjen ky moment tani, është një moment i mjaft i mirë i gjërave të ndryshme që do të keni mundësive që do t'ju jepen tani tutje. Në çështje shpirtërore që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duket më mbara. Tak vëmendje do bëni me Luan të ditën që të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqive. Për sa i përket peshqive, nëse flasim për çështjet e punës dhe të karrierës, edhe flasim për biznese dhe gjëra të ndryshme, është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi korrektësie, se ju jeni shumë korrekt, por të tjerët vallë sa janë korrekt me juve. Besoj që do gjeni zgjidhjen në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën që ve keni, por çdo gjë ndryshon, çdo gjë arrihet. Fal zgjuarësisë suaj, fal maturisë suaj, fal korrektësisë suaj, se jeni shumë korrekt. Dhe kjo është një nga mundësitë më të mira dhe më të arta në punë e në biznes. Në biznes sidomos sepse keni pasur shumë gjëra juve në lidhje me ekonominë tuaj, në lidhje me disa ndryshime që keni pasur para disa kohëve, por vjen ky moment tani i gjërave të mëdha, i mundësive të mëdha. Dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në vazhdimsi ku janë gjërat mjaft pozitive, janë gjërat që do shikoni dhe vetë me kalimin e kohës gjërat do të jenë më ndryshe, dhe është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës të arsyes, për sa i përket gjërave që juve keni dhe momenteve që do t'ju jepen. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjë me bricjat dhe me gafore duket se janë të mbara. Nuk ka vend për të shqetësuar, por një kujdes të veçantë do të bëni me virgjëresht, edhe pse nuk keni pasur debate apo probleme. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj ditë hëne të ndikimit të madh të datës 19 maj të 2025. Por para se të ndami bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që jeni të interesuar për parashikrim të detajuar, atë duke klikuar tek faqja roz, atje, duke klikuar, duke parë paketat, çdo lloj pakete që juve intereson, shkoni tek sekretaria, klikoni, vendosni të dhënat e juaja atje dhe paketat dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që interesoheni në kohën që jemi live, dhe të dërgoni një mesazh me një përgjigje, kemi pikërisht të butonin këtu, e klikoni, e shikoni të gjitha dhe pastaj dërgoni mesazhin dhe merrni live përgjigje. Nga unë Ropulla, një javë të mbar, ditë të mbar ju uroj. Gjithë mirë.